Përshëndetje nga kuzhina në jerit, sot kam vendosur me përgatit tëmlëriz mbas iftarit i ftoft bashkë knoç barkun. Krejt që kanë nevojitën prej përberzve janë 1 litër me qumsht, 1 gotë e 300 ml me orez e kom pastru me parë me ujë, pra 200 ml me ujë të nxehtë, mandej 1 gotë e 300 ml jo plot me sheqer, 300 gram me ojk ose shlagzane, ja qes një 5 minuta para se me nalë shpëretin, pra që është në përfundim, 1 sheqer vanilë ja qesim gjithmonë për aromë. Tashti bismillah, kemi lëshu edhe shpëretin, marrim 200 ml me ujë të nxehtë, i qesim në një tenxhere, edhe qesim orizin, pra deri sa të zbutët që të shterët krejt ujë gati. E lojna pra orizin me ozi. Orizi është zbutur që krejt ujë është shtëru, mundem me thonë shumë motra, ne zina tëmlërizin veç, me qumsht edhe me oriz. Ashtu e kemi zi gjithmonë edhe ne në Kosovë, edhe kjo nuk është asnjë dallim tjetër veç ma shpejt zihet se sa që e kanë zi me qumsht edhe me oriz, sepse orizi është po i zbutur, edhe pot asnjë pikë ujë nuk met, kështu që tashti prej 9 që ke shpëreti lëshum, e ulim temperaturën, mbasi ja kemi qit 1 litër qumsht në 3 ose në 4, që të zihet tashti edhe orizi me qumshtin. E përzina tëmlërizin, pra ka njerë që mos të gjipët. E kemi zi edhe tëmlërizin, pra është zi perfekt për 25 minuta. Pra 5 minuta pa e nalë shpëretin, tashti bismillah e marrim 300 gram me ojk, sheqerin, dikush ka qef me krip, tash jo si pas shijes, tek ne hajnë me sheqer. Edhe 1 sheqer vanilë. E përsina mirë, edhe për 5 minuta, pra e lojna tëmlërizin që të zihet, pra me ojkën edhe sheqerin. Tash pra e nalim edhe shpëretin. 25 minuta është zi pra vetëm orizi me qumshtin. 5 minuta e kemi lanë basi që ja kemi qit ojken, edhe anena pra orizi deri sa u zbut që u shtera i lanë, dikun 30-35 minuta krejt, pra tëmlërizi është gati. Tashti e shprazim në për pjotat vogla, ose në për gotat e desertave, që ka të një që shkënjë që. Tëmlërizin e kemi shpraz në këto pjotat e vogla, që janë shumë mira, ju mundini me qitë pra edhe në gota desertave, që edhe ma të vogla edhe ma shumë i dalin, une në këto pra. E shqipni del kajmak, e leni me uftof, si pas dëshirës, pra fëmijëve të mi, edhe unë shumë e kam qef, krejt ku të ftofet, veç ka pak kanel, cimet për ndryshe, cimt të në Gjermani, ja qesin për mi, sepse jep një shije të mrekullueshme. Aty krejt si pas dëshirës, që juve ju pëlqen, pra mundeni kokos me qitë për dekorim për mi, pak mbas që të ftofet, mundeni edhe me lanë qështo qësh është. Neve na beft mirë, e juve po ashtu nëse provani, Allah e na pranoft agjerimin, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru pofshim.